Do thonë se personat e cilët nuk i mbushin kriteret të qëndrojnë në Itali dhe që janë me rrezikshmëri të lartë, ata do të transportohen për në Gjadër, ku do akomodohen aty falmarrëveshjes Rama Meloni. Në Itali janë të rrezikshëm, po në Shqipëri, a janë të rrezikshëm? Kemi të bëjmë me të njëjtin njeri për cilin folëm edhe më herët. Edi Rama është ndruar në një kryeministër jo vetëm të papërgjegjshëm, por në një kryeministër të rrezikshëm për çdo shqiptar, për çdo njeri që do të ndërtojë një jetë në Shqipëri dhe të kalosh deri në pikën që sepse jeta këtu Bledi është bërë e pasigurt. Nëse ka një fjalë për cilën çdo shqiptar bie dakord, nuk ka rëndësi se ku jeton. Në Tiranë, në Lezhë, në Shkodër, në Elbasan apo në Sarandë, nëse jeton në periferi apo në qendër, çdo njeri ndihet i pasigurt, nuk ka rëndësi nëse është i ri apo i moshuar. Ne kemi parë pasigurim për jetën që na ka ardhur në mes të kryeqytetit. E mbani mend çfarë ndodhi vrasjen e një fëmie para shkollës Fanoli. Absolutisht. Edi Rama ka humbur kontrollin e territorit. Sot krimi është ai që zotron kontrollin e rrugëve, të qyteteve tona, të fshatrave, të lagjeve. A mund ta imagjinoni dot se çfarë situate dhe çfarë kontrolli mund të ketë Edi Rama nëse në Shqipëri vjen një kontingjent tjetër që mund të jetë edhe më i rrezikshëm. Kështu që ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Ne duhet marrim në dorë veten tonë dhe këtë kemi mundësinë ta bëjmë përmes një akti fare thjesht. Nuk po kërkohet asnjë sakrificë madhe, po kërkohet një gjest qytetar, një akt që është vota e lirë. Dhe kjo duhet ta çojë çdo njeri me datë 11 maj tek kutia e votimit dhe të votojë aty jo duke parë anash se sa para mund t'i ofrojë rilindja dhe grupet kriminale që veprojnë për të, por të votojë me zemër dhe me mendje. Ta kuptoj që një vot që do të shkojë për rilindjen shkon vetëm për përkeqësimin e situatës në Shqipëri. Nëse duan këtë ndryshim të shumëpritur, ata duhet votojnë Partinë Demokratike dhe partinë që do të sjellë një përmbysje reale të kësaj situate dhe që do të ndërtojë një projekt që u shërben të gjithëve. Shqipëria madhështore është e mundur. Ky është premtimi ynë, për këtë do të punojmë ne dhe kjo është ftesa që ne i bëjmë sot çdo qytetar shqiptar. Qartë, Zoti Xhulalu, ju falenderoj që ishit me mua në këtë bisedë. Faleminderit, Leti. Do shkojmë në momentin për të ndjekim edhe një audiomesazh të përcjellur nga presidenti i